Është përkujtuar këtë mërkurë ngjarja 2 pritet 1991 në qytetin e Shkodrës. Në mesazhin e drejtuar ndaj qytetarëve të Shkodrës, kryetari i PD Sali Berisha tha se sakrifica e martirëve të Shkodrës është thirrje për çdo shqiptar që të kthejë 11 majin në ditën e votës së lirë. Sakrifica, heroizmi i martirëve të Shkodrës është më frymëzues se kurrë. Është thirrje për çdo qytetar të këtij qyteti të bekuar, për çdo shqiptar, të kthejmë 11 majin në ditën e votës së lirë. Të kthejmë në 11 maj dritën e lirisë në Shkodër dhe në bashkë Shqipërinë. 11 maj është dita që ndan histori dhe epoka, ndan diktaturën e bazuar në drogë, nga shteti të drejtës, lirit dhe drejtat e qytetarëve, ndan varfrimin dhe njerimin në rritjet shqiptarëve, nga rruga e mirëqenjes, e begatimit pandalshëm të tyre, ndan dëshpërimin, me shpresën, ndan zhgënjimin, me besim në madh, se Shkodra dhe Shqipëria do t'jenë të jetueshme, do t'jenë dijitoze për qytetarët e saj. Ndërkohë kryetaria PD Dika Shkodër Eliona Shkreli theksoi se sot jemi në një regjim totalitar të dytë dhe jetojmë në kohën e një narkoshteti. Sot jemi në një regjim totalitar të dytë. Jetojmë në kohën e një narkoshteti ku ligjin e bëjnë bandat dhe mafia dhe ku kryeministri i vendit është gjunjëzuar para krimit dhe drogës në këmbim të pushtetit të tij. Sot jetojmë në kohën e mungesës së lirisë, ku spionët e sigurimit janë kthyer në patronazhistët modern, ku vota e lirë është tashmë koncept i harruar, ku rendi dhe siguria kanë humbur çdo kuptim. Sot jetojmë në kohën kur njerëzit largohen masivisht, ku asnjë institucion nuk funksionon. 4 viktima dhe jetër të plagosur ishin pasojat e plumave të qelluar nga Komiteti i Partisë së Punës drejt turmes që protestonte. Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku dhe Besnik Ceka ishin të vrarë asaj dite dëshmuar demokracisë.